Jemi në pjesën e tretë dhe të fundit, I lutem dhe një regjis grafikun 8, kishte një replik për të bërë zoti Shtjefni, po, faleminderit. Kam me fezën unë, pavarësisht se jemi miq të vjetër, po koncepti që ka fezë, do më thënë që ka kemeraku I taksave, se qeveria s'ka ku t'i gjej taksat, pastaj po futen to me elektrike për naftën, taksat e naftës na hikin e njën tjetër. Unë e kam komplet kundër të koncept. Çdo lloj prodhimi vendas prodhon dhe gjeneron 3 fish më shumë taksa të ardhura dhe mirëqenie më shumë se sa ato që na vijnë nga importi. Sa ato që na vijnë nga importi, një taks ke aty në kufi, merret taksën ti dhe kaq është ajo, dhe I ke dhënë punë të tjerëve. Ke lënë shqiptarët pa punë, I ke dhënë punë të tjerëve. Plus e ke produktin e huj, 100 gjëra, 100 benefite ka prodhimi vendas ma shumë. Ke pavarësinë, nuk ke destabilitet në treg, nuk nxjerr valutën jashtë, I mban të gjitha brenda vendit. Kjo ka një epërsi absolute, të gjithë vrapojnë që të ndihmojnë prodhimin vendas që të ngrihet në kamp, të rrihet në kamp, përballoj gjitha krizat. Imagjinoni ju sot nëse do kishim rafineritë e naftës në punë. Kur kam shku e kam parë se si po demolohej Ballshi. Të dhem shpirti më vllai dash. Por vetëm cisternat e rezervave shtetërore që ishin nën mal, nën tokë, ishin me qindra mijëra tonelata për rastet emergjente që ishin si bombula nën tokë, në tunel, nën tokë. Të futura nën tokë 20 milion euro. Qeveria sot po thotë, sikur ti kishim 3 muaj rezerva ne si qeveri dhe tani do të mendojnë se si ti kenë. Po them ne I kishim dhe I shkatruam 525 fabrika kemi shkatruar këtë vende. Kjo është një shkëtrimi më I madh që kemi bërë ekonomisë. Që unë nuk kam frikë që qeveria na ngelet pa lek nëse do t'i kemi gjitha gjërat në vend, nëse Kastrati me shokë ose të tjerë nëse s'duan ata, do të bëjnë rafinerinë e re të naftës në një nga portet tona, sepse duhet të jesh avërbërinjoze në një nga vendburimet e naftës, do ishte shpëtim për ekonominë shqiptare, sepse mos harrojmë që nga lufta e Irakut ka fillu ndryrimi I kahut të energjisë. Që nga 2004 e bje praktikisht 23 Ka fillu ndryrimi I kahut të energjisë për me mendu për energjinë diellore, pra që atëherë ka fillu kjo. Dhe tani revolucioni energjetik ka marrë për masat të tjera që madomenia për 10 vjet, për 15 vjet do kemi shumë pak motorë me naftë dhe do kemi energji diellore. Zoti Subashi kërkojnë për fat ne kemi, m'fal mos harro, Feizo, kemi 7.5 deri në 8 orë prodhim mesatar në ditë energjie diellore. Se ka askush këtë... Zoti Subashi kërkon të drejtën e kundër replikës. 2 gjëra. Unë kam merakun e shtetit për taksat, them realisht. Pse kam merakun? Do marrim më shumë. Mbaroj, se jemi një shtet, jemi në një kohë që shteti rron me taksat. Do të thënë, pa taksa nuk ekziston. Por unë thash 2 gjëra. Ne si kom e kam trajtuar dhe herë tjera dhe me Fatosin, të paktën me profesor Fatosin, e kam trajtuar dizë. Neve duhet kemi rrisim sferën prodhuese. Dhe sfera prodhuese në neve është vetëm kjo, energjia që diellore. Se ne nuk mund, sidomos hyrja në Europë jona, ne do na paralizojë në çdo fushë tjetër të prodhimit që të konkurrojmë me Europën. Pra nuk kemi... Se do na vënë kufizime, do na vënë vetë kufizime. Po, atëre, do jemi gjithë kuota. Kjo ndaj thash që për eksportet, po jo për prodhimin e vendit. Jo, edhe për prodhimin vendas, nuk do prodhosh më... Të mbaroj. Më keni dhirësh disa herë dhe unë s'ka shumë. Pra ndaj kurse për taksat, unë jam për taksa. Por nuk jam që taksat vendosen, si që tha zotëria, që e tha si profesor të pjesa konsumatore. Pra ne deri më sot taksat i ke vendosur mbi bazë konsumi, se aty e merr me kollaj shteti. Ky është gabimi. Unë jam për taksa horizontale. Çdo gjë të taksohet. Edhe prona vetijake, edhe prona private, edhe prona shtetërore. Pra taksa të shtrihet në gjithë kapilarët e ekonomisë së shtetit. Të mbaroj, diçka tjetër. Tani pse unë jam për taksat? Shiko, një shtet pa taksa nuk ka, po ne s'kemi politika të taksave. Prandaj unë jam kritik ndaj qeverinë, nuk është një politikë e duhur. Ndaj jam kritik me ekonomistët, sidomos me planovikët, që ne s'kemi ekonomik plani deri tani. Ishte një sistem. Ne kemi vetëm financë që ruajnë shpenzimet. Vjen për çështja për tokën. Toka që është ndarë me 7.501, nuk është tokë prona ime, nuk është ase babajt ime, a them ditë për ditë babajt ime, ore nuk është jotja, që ti t'ja trashgosh. Është një pronë që shteti ta ka dhënë të mbash ekonominë tjetër, tani ai e ka braktisur tokën e ka nikur. Toka atje ka mbetur është kthyer në kënet, është kthyer në pyll, është e podojshme. Ajo është pasuri e shtetit. Kështu do ta perceptoj shteti ynë. Dhe kjo është gabim për 35 vjet, duhet vendoset një orë më parë taksa pronë. Pra fermerët kërkojnë, por nuk dinë çfarë duan.
Nuk është thjesht më jep një 1.000 litra naftë. Jep 10.000 litra naftë fermerit nuk i bën asgjë. Unë do të isha që shteti, fondi që janë këto AZPR-të që janë të gjejnë mundësi të ambasadorët tanë të marrin çantën, jo të gjejnë mundësi se si të sjellin një produkt këtu, po se si mund të shesin produktet tona. Pra problemi i fermerit është se si të shesi produktin, si të shesi vajin e ullirit, si të shesi mollën, si të shesin prodhimet, lëngjet. Ky është problemi i fermerit. Pra fermerët si të shesi qumshin, djathin, si të shesi... Si të qenë të tregu, sepse ka importues që i zën tregjet për vërës. Pra, kjo është problemi. Këtu duhet të ndihmoj shteti. Nuk është problemi se ne s'kemi prodhim. E kemi mundësim për prodhimin. Pra, ne duhet të ndërgjegjësojmë dhe të rrisim kulturën, si që është rritur kultura jote, zoti shefni, si tregtar, si biznesmen, si investitor, kështu duhet jetë dhe kultura e fermerit. Është prodhues në atë parë. Është prodhues, pa. Kështu duhet jetë edhe kultura e fermerit. Jo në mua si shtet, do naftën, do atë dhe pastaj kur i mbetet prodhimi, thotë unë me 300 lekë se që shet qepën, as me 1.000 lekë. Ta dëgjojmë dhe zotin Shtifti? Po, sepse është konceptuale kjo. Unë gjithmonë i më shoj asaj prodhimi vendas. A i na shpeton. Edhe me naftën, edhe me panelet, edhe materialet dështimit, edhe me bujqësinë, edhe me gjitha. Hyra në Evropë, ne s'kemi prodhim vendas, na rrezikon realisht shumë rëndë. Se të mbysin ata, në shtetet fuqishme s'do kenë më asiloj barierë, asi trau, asi gjo. Kështu që unë e kam përjetuar këtë fazë kur Republika Çeke aderoi në Evropë, se unë punoj edhe jetoj atje, dhe nuk besonim që hoqën tradhë. Hoqën vllajdashur, po nuk që e kompetitiv pastaj me ndërmarrjet e tuaja ti ke marrë fund. Që ajo ndërmarrja prodhuese i jep qeverisë taksa shumë herë më tepër se sa importi. Shumë herë më tepër se ti ke prodhimin tat, ke punësu njerëzit e tu, ke TVSH-n që e merr aty me një herë nga zero, del TVSH nga zero aty, dhe jo thjesht për një mall dogan. Pastaj ke të gjitha llojet e tatimeve për tokat, për terrenin e për punëtorët, për pagat, vetëm për pagat vjet presioni nga presioni fiskal ose rritja e presionit fiskal. Qeveria ka inkasuar 343 milion euro. Vetëm të pagat. Vetëm ke mbi fitimin, mbi të ardhurat personale, edhe mbi sigurimet e këto, socialet. Kështu që, zotni dashur, nëse ti je vetëm ndërmarrje importuese, për taks ndogan, s'ke tjera këtu. Kurse këtu ke punësuar njerëzit, ke zgjidhur shumë probleme sociale, e ke lënë valutën brenda vendit tat dhe nuk e ke quar ndërmarrjeve të huaja për të punësuar njerëzit atje. Kështu që i më shoj shumë saj që nëse në Evropë hyhet më kam të tona. Vjen Evropa këtu, por ne duhet kemi produktet tona. Një nga këmbët tona, ndoshta më të forta, është pikërisht sektori i biznesit të fotovoltaikëve. Madje edhe në sektorin e shërbimeve që përmendi që në pjesën e parë të bisedës tonë sonte profesor Spau. Po e ndjek së bashku me ju, miq, dhe po lexoj, lutem regjistë dhe njërë në plan të parë grafikun 9, vështirësitë e bizneseve me panele diellore si sfida për t'i kaluar. Procedurat gjata për lidhjen me rrjetin, që duhet realisht këto procedurat të shkurtohen në mënyrë të urgjente, të menjëhershme. Mungesë e një skeme të qëndrueshme për shitjen e energjisë së tepërt, që është pikërisht netimi që ngriti si problem zoti Shtefni. Kostot të larta fillestare për bizneset e vogla, që i largojnë ose i bëjnë të jo shumë të ndjeshme, madje gati të friksuara që të provojnë fatin me vendosjen e paneleve diellore. Vonesat në miratimin e lejeve që nuk doja t'ja lejojmë më vetes të vonojmë lejet për çdo biznes që plotëson standarden apo kushtet dhe kërkon një leje të vendosjes së paneleve. Kufizime teknike të rrjetit në disa zona, sidomos në ato zona të thella malore kryesisht. Në gjykimin tuaj, profesor Spau, janë një vrapim me pengesa, këto pengesa në mënyrë që sa më shpejt neve të kemi një ritëm shumë më të fortë të vendosjes paneleve diellore, pra të jetë një industri e re prodhuese e jona, siç tha dhe zoti Shtefni, që sa më shumë prodhim, sa më shumë industri të kemi këtu, aq më shumë taksa do të marrë edhe shteti. Atëherë Fatos, po të shikojmë listën e 200 shteteve në botë sot, vendet më janë më të pasura nuk janë thjesht ato që kanë biznese më të forta. Por janë vende që kanë biznese më të forta, që janë të lidhura dhe që kanë mundësin të jenë të forta si pasojë të një administrate funksionale. Pra, një administratë shtetërore që funksionon në kohë dhe me kohën. Kështu nuk është rastësi që ka shtete funksionale, administrata të shpejta dhe inteligjente,
në top 10-ën, në 10 vendet më të pasura në botë, që nuk janë vendet më të mëdha. Ose me pasurit natyrore më të lartë. Por janë vende të cilat kanë një funksionim të administratave shtetërore, pra që nuk do të thotë që kanë shtet të fortë, si me konceptin shqiptar, me shkop gome, kupton? Nuk kupton që janë administrata, le të themi kështu që të zgjuara për qytetarin, për biznesin, drejt çështjes së punës dhe drejt shërbimit që kanë. Pra që aty shërben njerëzve dhe biznesit. Dhe në këtë sens, këtu tregojnë gjitha limitet e Shqipërisë. Pra, ne mund të themi biznesi, po biznesi bën të vetën, por kur është puna për të rritur shtetin, thoni vetë, tani këtu procedurat gjata për lidhjen me rrjetin. Nuk është çështje procedurash. Nëse ne ndalim të procedura, zgjidhim problemin në çështje parash. A ka fonde shteti, a jep në kohën e dur për të modernizuar rrjetin? Përse është që ka çështje procedurash? Pra, nëse ne ngelemi te procedura bie që jo, atëre pas ka lek. Po, atëherë të kesh lek dhe mos ta bësh këtë gjë thjesht sepse kërkon korrupsion, pse janë procedurat të gjata? Atëherë kjo gjë nuk shkon. Munges të një skeme të qëndrueshme për shitjen e energjisë së tepërt edhe këtu. Më falni, po duhet të shpikim rrotën, nuk ka vende të tjera që kanë skema të qarta? Pra, edhe këtu, më kupton drejt, pra duhet një shkundje në sektorin administratës në këtë sens që gjërat të funksionojnë, po ka dhe një çështje këtu, pra është mënyra shqiptarëse që duhet vëmendje kryeministrit të kërcëllisi dhëmbët edhe të fillojnë të funksionojnë këto gjëra. Problemi është pikërisht ky, po përse duhet kjo gjë? Duhet një qasje shumë... Kjo është çështja e një administrate që duhet të ndryshojë mentalitetin e vet. Nëse po futemi në BE, nuk mundet ta kemi të gjatë këtë gjë kështu. Shumë e drejtë. Një ministri, në fakt, Ministria e Infrastrukturës duhet t'i japin Çezarin ato që është e tija, e ka hapur lojën, e ka hapur mirë, me projekte të mëdha, me investime të mëdha, por tani duhet ta ndjekë dhe të qëndrojë në kohë dhe ta ndjekë gjithë administrata publike. Zoti Subashi don përgjigje, po desha ti përgjigjesha konkretisht grafikës 9 që keni juve në ekran, vështirësitë. Shiko, natyrisht unë po flas me shumë entuziazëm, mase po e teproj në këtë panel, për rolin dhe vendin që duhet zërë ky investim si strategji kombëtare. Ka dhe disa vështirësi që lindin pyetje natyrshëm që i bëjnë qytetarët ose bën kushdo që edhe zotëria i ka kaluar, sidomos si e para, është i shtrenjtë. Po, natyrisht është i shtrenjtë, nuk është i lehtë. Domethënë, qoftë për një familje do 6.000 euro, për një biznesmen do mundësisht do rreth 50.000 euro. Është investim. Është investim. Por aman është fitim prurës, pse ta kthejnë për 60 vjet dhe pastaj është vetëm fitim. Pyetja tjetër që lind, domethënë nga debati për këtë investim është nuk është problem veç dielli. Jo, nuk e kemi problem. Shqipëria ka 300 ditë me diell. Pra është një garanci e madhe përkundrazi për tek neve. Problemi tjetër thotë që është në mod. Domethënë, po të shkosh në kënd vështrime kur flasim për energjinë diellore, thonë njerëz, mos e u bë mod, bëri filani. Unë nuk e quaj mod. Unë për veten time e quaj çështje strategjike kombëtare. Janë ngacmuar njerëzit, po e mendojnë si mënyrë biznesi. Jo, është mbijetesë çfarë mode. Dhe kjo është mbijetesë kjo është strategji. Por çfarë probleme shtron? Pak a shumë në diskutimet që në fillim zoti Shtjefni përmendi. Njëherë ka nevojën për financime nga shteti. Pavarësisht se unë doja të isha në krah të shtetit, do ta thosha për të stimuluar që nuk është, domethënë nuk të si pikë frenimi, po absolutisht është e domosdoshme financimi nga shteti. Biznesi tot nuk duan financime, vetëm na hapi lojën. Grandet është tjetër gjë. Të heqë burokracitë do bën të shumë. Së dyti kjo që po përmend profesori, burokracitë. Shteti ajo që duhet bëjë para duhet të heqë në mënyrën burokratike. Pra, përfundimisht, nuk është problem dielli, po është problemi vëmendje. Pra, ky lloj biznesi, për t'ju përgjigjur grafikës mendoj që nuk është çështje dielli ose çështje amëndësime probleme, është çështje vëmendje. Pra, duhet jetë në vëmendjen të gjithëve, nga qytetari i parë dhe deri qytetari i parë i Republikës. Zoti Shtjefni? Po flisnim për cilat janë problematika që kemi, pengesa që kemi. Unë ju kujtoj vetëm një gjë, kur ishim tavolinë me qeverinë, se na dëgjoj kur u bën sa ndryshime, po me pikatore, si kur po na jepshin një gjë të madhe, po na jepshin liri që të punonin de facto. Edhe është problemi që ne i sollim se a shembuj, edhe ato na thonë na gjejnë një legislacion të mirë, më të mirën që ka në Evropë, ne jo kopjojmë. Ja, u gjetëm disa, në fakt po pastaj su dëgjuam Gjermania çfarë bëri kur filloi lufta në Ukrainë, se plasi kriza energjetike. U mbyllën rubinetet e gazit dhe ato prodhonin energjinë me gaz.
biznesit orientim me njëherë mbili panele, dhe po të shkoni në Gjermani, e ke det me panele në gjitha anët e autostrada, ku shkoni, kanë heq misrin, kanë vu panelet. Dhe qeveria si ndihmoi ato. Qeveria nuk është se u fali gjë, po ju tha, unë va paguaj faturat e para të investimit, pa diskutim që nuk ju mori as të vëshë. Dhe ju do të ma ktheni këtë kredi, se është kredi, do ma ktheni për kaq vite, plus interesat, po do ma ktheni me energji. Kush është ai që nuk vrapon? Me energji do ma ktheni. Kush është ai? Kurse ne tani vëm vetë me pikatore se thotë jo, kaq, duhet leja, kështu, leja ashtu, dhe atë që hedh tepër rrit, ta merrës tepër pasi kokën leju. Kjo është absolutisht. Nuk është qasë dur. Ja, kjo demotivon për me investu, me rreziku, sepse investimi është rrezik i madh, nuk është shaka për të investuar. Pra, ato që ne i thamë dhe po i ripërsërisim që janë pengesa që duhen hequr, që t'i jepit liri biznesit që t'investoj sa më shumë t'jetë mundur, pa kriju kaos, sigurisht, por duke qenë se ti ke fry administratën publike, kjo është lidhje me burokracinë, e ke bo afërsisht 190.000. Bashkë me pensionin po na hanë gjysmën e buxhetit. Buxhetit e kemi 8 miliard atë që kemi për ta prishur. Dhe 4.5 miliard kanë shku pensionet dhe rrogat. Me që ke gjithë njerë, që do, 120.000 mjaftojnë. Sepse t'ullin burokracinë, se këto s'kanë që bëjnë, në tere frynë letat, marrin shpirtin s'len me punu. Sepse ndjet një frymë e madhe, gati bolshevizmi kundër biznesit këtu. Unë e them shpesherë, ku do që shkosh në për zyrat e shtetit, ashtë ma keq me shku në për policia, po me hyndur të OPG-va, me hyndur tjera, prokurorëve tjera. Ti je i marum si biznes, për gjë më thjesht, për i aksidente, për i hall që mund të kesh, për i gjoba, kodi penal të një është bërë dhe ma i keq akoma. Qofse ti ja merë frymin biznesit, ose ke këtë frym keq dashur ndaj biznesit, ti nuk ke të ardhur zot një dashur, ti do blesh gjithçka jashtë. Do humbasësh biznesit dhe tuaj do hapë prodhimin vendës, do të kushtojë çdo gjë 2-3 herë më shtrenjtë. Kjo është ajo që të ndodh. Atëre, nëse më lejoni, i lutem regjis edhe një herë grafikun 8, çfarë përfitojnë bizneset me panelet diellore. Doja dhe njerë me ju, zoti Subashit, ta trajtoja, sepse keni eksperiencë edhe për punët në bujqësi. Përmendi pak edhe zoti Shtetni, kur tha që mundësit për fotovoltaikët janë të gjëra në bujqësi, sepse shikojmë që është shifra më e lartë çfarë mund të zëvendësoj kostot e prodhimit në një serë bujqësore. Sera nga 35 deri në 50% të gjithë, si thua, kostos vetë e ka që mund ta zëvendësoj me energjinë diellore, sepse deri tani, me sa duket, serat kanë kërkuar ndoshta edhe mazut për të funksionuar, edhe energji të shtrenjtë nga rrjeti elektrik. Mendimi juaj, zoti Subashit. Nëse do flasim për bujqësinë, realisht për bujqësinë dhe për jo për e tha edhe profesor Spau që është një situatë fush e jashtëzakonshme dhe për të përfitohet nga fotovoltaika. Dhe për të qenë në një linjë me zotin Shtefni, domethënë më në fund për të hyrë në Europë, pra e vetë gjelet me replika me njëri tjetrin. Po. Edhe pse jeni miq. Për një arsye shumë të madhe. Ne nuk e konkurrojmë dot me 5 minutat e fundit. Trarit janë hapur. Ne nuk e konkurrojmë dot Europën kur do bëjmë nëse do bëjmë familje madhe me Europën, në familje, në grur, në ulli, në qumësht e më thetë të tjerë, është e pa mundur. Se ata e kanë më sasira më dhe. Ajo që ne prodhojmë është vetëm me serat. Pra në qoftë se ne do sfidojmë vetëm me prodhimet këto verdurat, si thon italian, ose të qasit. Fruta perimet. Jo fruta perimet, këto të salatorinat, gjërat e jeshile që prodhojnë në sera, që janë të me kosto të lartë. Tek perimet atje, sallatë kjo që ne konkurrojmë. Prandaj dhe këtu është vëmendja më e madhe. Prandaj këtu duhet të jetë ndikojmë kemi dy sfera prodhimi. Sa e mendojnë fermerët që mund të kemi një serë që mund të ndjeshëm fermerët e kanë menduar, po të shkosh në fjerë dhe në lushnje, po të shkosh në lushnje. Se kanë investuar në kurzimet e jetës disa prej tyre. Po të shkosh dhe në përmet, pa të deshat më ndjenit të raste konkrete. Kanë arritur që me sera të bëjnë rushin. Pra, me panela diellore kanë bërë rushin. Po pjekin rushin, do më thënë, po e bëjnë rushin në sera. Po këtë më të regoni. Pra, ka dhe sot, dhe më këtë dje kanë vidjet. Përmet kështu? Po kështu thonë, jugu po zien nga serat në bujqësi. Është vërtet. Është prioritet, pra, për ta nxjerrë në kohë rekord, ne kemi, si do më thënë... Më në fund e nxorë, tani në 5 minutat e fundit. Nuk isha dëgjuar që dhe vreshtat mund të futen në sistemin e serave. Brënda serës, po edhe nxjerë rushin në një periudhë që s'ka rushin, edhe
me Do të një postë shumë. piqet më shpejt rushi me panele. Edhe mi mami diçka. Edhe çonte për eksport në dia. Nuk është debine për medit. Kemi mikun tonë këtu që ka Atëre, ka vreshtëri. duke uruar vërtet që edhe bujësia jonë të ketë sa më shumë fotovoltaik, panele diellore, sepse i ulin ndjeshëm kostot. Në bujësi dikon shumë, si në magazinimin, po serat dhe magazinimi, do më thënë ruajtja, në më thënë energjia, diçka tjetër janë element, është shumë dikim i madh. Unë do ju kërkoja 30 sekondat e fundit për ju, zoti Subashi, çfarë mendoni se do t'i kërkonit qeverisë për të bërë më shumë për këto sera diellore, më falni, për këto panele diellore, për këtë industri të re shumë premtuese, edhe prodhuese të vendit tonë, në mënyrë që po na ndihmon deri tani me naftën e rritur, por ama të na ndihmoj shumë më tepër që t'i mbajmë njerëzit këtu, edhe prodhimi jon të shtohet. 2-3 gjëra nëse keni. Vetëm një orë më parë vendimin qeveritar, shtetëror, me çat mundet me ligj për këtë fund. Është vetëm një sferë prodhuese që si për vendin një strategji ekonomisë për të dalë ekonomia nga varfëria me ligj për domosdoshmërinë e vendimi një orë më parë të energjisë elektrike në të gjitha fushat e ekonomisë sonë. Profesor Spau, se dua ta mbyll me zotin Shtefti që është pionieri vendosjes së paneleve diellore të biznesit tonë. Unë besoj se financimi bashkë me ligjin, janë bashkë, përse përket thjeshtëzimit të procedurave, me përhyrje në rrjet dhe me matjen e shkëmbimit të energjisë, është kyçe, pra është garantimi i rrugës, pastaj makinat e privatit kalojnë lehtësëm, ose më mirë e thënë ndryshe. Në momentin kur ne kemi një rrjet të mirëmbajtur, i cili është në gjendje të mas energjinë që merr dhe atë që jep, unë besoj se privatët do të kenë shumë të lehtë pastaj që të investojnë dhe në një kohë rekord do të kryejnë investimet e tyre dhe do të gjejnë lekët. Kështu që në këtë sens, ky është elementi kyç për zhbllokimin e furnizimit me energji në përgjithësi, por edhe të ecjes ekonomisë kombëtare, se është element bazë. Është element për gjithë ekonominë tonë. Zoti Shteti, 1 minutë për juve për ta mbyllur. Juve keni qenë në shumë takime me qeverinë, me përfaqësues të saj, edhe për ligjin ose për kuadrin ligjor të gjithë paneleve tona diellore, sidomos për biznesin. Çfarë do të donit juve tani në këtë moment për sektorin ton prodhues për të ndihmuar qeveria në nivel të energjisë diellore? Sa më shumë lehtësira për sa i përket anës ligjore e licenca, sa më pak burokraci. Mos të humim kokot, sepse po humim kokot. Kemi lehtësinë të gjitha anë. Pastaj, si thot profesor Spao, nëse ka grande që vijnë nga jashtë për të ndihmuar, shkojnë të ndihmojnë ato sektor që japin. Te bujësia me njëherë kthehet taksimi mbi tokën që të japet rrugë krijimit biznesit bujësor, sepse e shikojmë se sa futet edhe ke biznesi bujësor panelet. Pastaj, unë bëj thirrje, prodhimi vendas edhe për naftën. Të mendosh shumë seriozisht, jo vetëm për rezervat shtetërore, po të mendohet shumë seriozisht edhe për prodhimin vendas të naftës, sepse i kemi gjitha mundësit këtu brenda. Dhe përmirësimi i klimës biznesit, atë që thash, do të thënë se shifet biznesi që arë këta, t'ju marrim gjithçka, sidomos biznesi i mesëm dhe i madh, nuk po them ato që janë big bossat, por po them biznesi i mesëm dhe i madh që janë 70-80% e ekonomisë kombëtare, këta duhen për krah, jo me vjerë çdo gjë, me jo marr frymën për çdo gjë, sepse kështu ti nuk po bën asgjë tjetër, po dobëson fuqinë prodhuese të vendit. Që unë mendoj se jemi në rrugën e duhur, kemi mundësi të mëdha t'i përmirësojmë, mos ju ngeli socialistëve pusulla se këta janë të majtë dhe këto dinë prodhojnë vetëm taksa të mëdha, shumë ta ngarkojnë biznesin e t'i marrin frymën vendit, sepse kemi kopju Italinë, e kemi thonë gjithmonë këtë, por këta janë socialista të moderuar, janë me një vizion tjetër ekonomik, e kanë zhvilluar vendin realisht, dhe shpresojmë që të vazhdojnë ta zhvillojnë derisa t'ju vinë zëvendësuesi, se do ju vinë një ditë zëvendësues. Atëherë, zoti Subashi, profesor Spao, zoti Shteti, faleminderit që ishim me neve sonte në Ekopuls. Faleminderit juve. Faleminderit. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, ju faleminderit që na ndoqët dhe mirupafshim takimet e ardhshme.